Shkëlzen po ta kaloj linjën. Po, Lorek, se që the edhe ti ne që nga nisja kësaj seance po qëndrojmë në zyrët e OVL-s, ku edhe po përcjellim nga afër transmetimin e seancës që nisi sot, ndërsa po provoj të marr përshtypjet e para prej zotri Gucati. Zotri Gucati, si e pat pjesën e parë të kësaj seance ti? Para një bashkërisht e përcollëm të me kolegë edhe me ju si media që erdhët sot në organizatën e veteranëve pjesën e parë të fjalën përfundimtar të prokurorë, kur ne nuk në befasuan atë fjallë të prokurorës e dihet që prokurorët kanë dëshirë ta fitojnë në rastin, edhe pse është gënjeshtër, edhe pse është me fabrikuar, edhe pse kanë punuar me dëshmitar të servitur, fabrikuar dëshmitar që nga Serbia, materiale nga Serbia, do të thotë prokurori sot u mundu që ta elaboroj këtë statën që ka ndodhur në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, që gjitha kanë pa vërtet ato që e tha prokurori deri më tash. Ju që kam dëshirën të flas, po kanë pa vërteta parasysh se nuk mund të thuash ti krim lufte një njeri si i thu majmun. Nuk mund të thuash ti një krim lufte pse e tërheq vretën një njeri që ka bashkëpunuar me Serbinë dhe thu mos bashkëpuno me to. Tu nuk janë krime lufte, po kjo ndodh në këtë gjykatë në shekullin 21. Kjo gjykatë sot bën këso rrana, këso mashtrime që mundu ta mashtroj popullin dhe opinionin Kosovë apo opinionin ndërkombëtar gjerë, që ne dimë që kjo gjykatë është shumë e dëmshme për Ushtrinë Qendrore të Kosovës vetë për shtetin, se ka ndodhur që s'ka ndodhur ku në botë, formohet një gjykatë një vetëm për një kamp apo vetëm për një pjesë të atij kombi që jetojnë në një shtet, sikur ne jemi këtu në Kosovë, që jemi shumicë, mbi 95-6% shqiptarë dhe kjo gjykatë u fund vetëm për shqiptarë. Do të thotë për serbët që kanë bërë krime në Kosovë dhe të tjerët nuk merren parasysh, po merren parasysh ne pse kemi pasur drejt, që fitojmë për vendin tonë, kemi pasur drejt të hekum njëherë për gjithmonë hordhit çetnike serbe nga Kosova, kemi pasur drejt të kthehemi në vendin e punës ku kanë punuar gjithë shqiptarët në vitet më hershme. Do thotë kjo është për ne e papranueshme sot çka ndodhi në këtë gjykatë. Dhe dënimet që e përmendi prokurorja, kjo është për me ja paknosh epshet e Serbisë, po edhe disa shqiptarëve që kanë qenë bashkëpunëtorë të Serbisë, sidomos spionave, do të them hapas, disa spionave të cilët kanë qenë bashkëpunëtorë të Serbisë, ku e dini në rastin e fundit për rastin e Zbica me 12 vjetë gjyq që u dënu Muhamet Mosgatash mbi emrin mu largu, që u dënu 12 vjetë gjyq, do thotë këtu kënaqen vetëm ata njerëz të cilët e dojnë Serbinë me zemër, me shpirt që kanë qenë ta kthejnë Serbinë prapë në Kosovë. Një gjëmë që më ra në sy ishte, prokuroria tha se Wesley Clark edhe James Rubin nuk e njeni në UÇK-n, me që jeni ish pjesëtar i UÇK-s, por edhe sa mund të ndroj kjo deklaratë? Jo, deklarata e prokurorës mund të thëmë ka gjenju shumë, apo buk falis ka rrajt. Po mos ta njëfshin ata UÇK-n pse bombardon Serbinë, pse bashkëpunu me pjesëtarët e Ushtrinë Qendrore të Kosovës, pse bashkëpunu me Shëmthoqin, pse bashkëpunu me shtabin e përgjithshëm të Ushtrinë Qendrore të Kosovës, për me marrë koordinatat saqet ku me sulmu Serbinë dhe ku me sulmu forcat çetnike paramilitare. Kjo e bëni një gënjeshtër për shkak që opinionin ta dezinformoj me deklaratat e veta, ku s'mund ta dezinformoj me opinionin, se ta kanë deklaratat e tyre ne i kemi dëgjuar në opinion, ku thotë UÇK-ja ka qenë bashkëpunuese jona, UÇK-ja ka qenë një forcë toksore dhe ata kanë qenë forcë ajrore. Do thotë kjo gënjej, kështu që nuk mundet më opinionin me këto gënjeshtra me ushqy. Kështu që këto qëllim tonë pa vërteta, për ne dhe për mbyrën këtyre në gënjeshtra të kollume. Pra, lore këto ishin përshtypjet e para, pasi që prokuroria kërkoi nga 45 vjet burgim për secilin prej të akuzuarve për 4 shënë UÇK-s, një dënim prej 45 vitesh për secilin, ndërsa ne po vazhdojmë që ta përcjellim nga afër këtu në zyrët e UÇK-s transmetimin e seancës në gjykatën speciale. Faleminderit Shkëlzen, kolegu Shkëlzen Lakna.